Një lajm I trisht ka ardhur së fundmi nga deputeti I rrethit të Devollit, Bledion Allbati. Përmes një postimi në rrjetet sociale demokrati ka përmendje se kryetaria e grave të Partisë Demokratike në këtë rreth ka mbyllur syt për gjithmonë duke lënë pas dy vajzat e saj të mitura. Pas një betejë të ashpër me një sëmundje e cila e stërmundoi për vite me radhë, Ardita Kapo ndoroi jetë në moshën 38 vjeçare. Për të gjithë që e njihnin, Ardita ishte një grua jashtëzakonshme, një mike e mirë, e cila asnjëherë nuk u ndal para sfidave që I dolën para, as atëherë kur motra dhe nëna e saj humbën jetën, po nga e njëjta sëmundje. Humbëm Arditën, një vajzë e re, një grua e jashtëzakonshme, një mike që luftoi deri në fund me guxim dhe shpresë. Për vite me radhë përballoi një sëmundje të rëndë, por asnjëherë nuk humbi forcën, buzëqeshjen dhe dashurinë për jetën. Ardita Kapo ishte shumë më tepër se një shoqe, ishte zëri I grave, një lidere që I deshi njerëzit dhe I shërbeu me përkushtim si kryetare e grave të Partisë Demokratike. Lam të mirë e dashur, mungesa jote dhe shembulli yt do të na shoqërojnë gjithmonë. Ngushëllimet të sinqerta familjarëve dhe gjithë kurajon e botës për dy vajzat e tua të bukura. U presh në paqe Ardita, shkruan deputeti I Partisë Demokratike. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.